e nderuara familje Paqarizi, të nderuara familje të dëshmorëve të kombit, veteran e invalid të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i nderuar kryetari i komunës së Malishevës, zotri Ekrem Kastrati, ish kryetar Kilaj e Begaj, të nderuar përfaqësues të institucioneve lokale, të nderuar të pranishëm. Mirë se po takohemi në këtë ceremoni të përurimit të monografisë Shkolla Shqipe në Gjenevë të autorit Agim Paqarizi. Autori, për të gjithë ne që jemi këtu prezent, është i njohur për veprimtarinë dhe kontributin e tij në arsim dhe në çështjen kombëtare, mirë po për të kuptuar pak më shumë për jetën dhe veprimtarinë e tij, më lejoni që të lexoj biografinë e tij. Agim Paqarizi u lend më 16 tetit 1955 në Dragovill të Malishevës. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, kurse të mesme në Prizren. U diplomua në Fakultetin Filozofik, dega e historisë, në Universitetin e Prishtinës në vitin 1979. Me njëherë më pas, filloi punën si profesor i historisë në gjimnazin Ramiz Sadiku të Rahovecit, si dhe në paralelet e ndara në Malishev e Ratkoc. Në demonstratat e 26 marsit, 1 dhe 2 prillit të vitit 1981, u identifikua nga policia, arrestohet dhe dërgohet në izolim në burgun e Lipjanit. Më vonë, edhe e largojnë nga procesi mësimor si i papërshtatshëm ideopolitikisht. Në vitin 1990, rifillon punën si profesor në shkollën e mesme profesionale Lazgush Poradeci në Kiev. Mirë po atëherë, mësimi mbahej në lokalet e shkollave fillore të Lozicës dhe të Drenocit. Deri në fund të vitit 1993 dhe nga janari i vitit 1994, kalon në gjimnazin Abdyl Frashëri të Malishevës. Pas bastisjes dhe arrestimit në prill të vitit 1994, detyrohet të largohet nga Kosova duke emigruar në Zvicër, ku edhe paraqet kërkesën për strehim politik. Kërkesë kjo që i pranohet duke i dhënë statusin e refugjatit politik. Në vitin 1996, emërohet si mësimdhënës nga Ministria e Arsimit të Republikës së Kosovës, e quajtur atëherë qeveria në ekzil, në kantonin e Gjenevës, ku punon në lagjet Meirin, Onyx e Versoix. Në vitin 1999-2000, ka punuar si ndërmjetësues mediator në FAS të Gjenevës në projektin Pritja dhe integrimi i fëmijëve kosovar të ardhur në Gjenevë nga viti 1999-2000. Nga përfundimi i luftës, u angazhua në organizimin e mësimit plotësues në gjuhën shqipe, fillimisht si kryetari i lidhjes arsimtarëve dhe prindërve shqiptar Naim Frashëri, Këshilli Kantonal në Gjenevë, pastaj koordinator e nga viti 2008 deri në vitin 2012 si kryetar. Nga vitin 1998 është antar i shoqatës Rreti Shqiptar Meirinas e gjatë viteve 2014-2019 ka qenë kryetar i kësaj shoqate. Nga viti 2017 është antar i Këshillit Kombëtar nga diaspora për organizata jo-qeveritare Exoti 99 dhe antar nderi i lidhjes së arsimtarëve dhe prindërve shqiptar në Gjenevë. Për angazhimin e tij është nderuar me mirënjohje nga Ministria e Arsimit e Kosovës, nga Lidhja Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptar Naim Frashëri dhe organizata të tjera shqiptare në Zvicër. Në vitin 2018, Agimi organizoi donacione nga Zvicra për komunën e Malishevës, duke siguruar materiale të ndryshme shkollore si banka, karrige, kompjuter e të tjera. Po ashtu, ai vendosi bashkëpunim ndërmjet komunës së Meirinit të Gjenevës dhe komunës së Malishevës, duke mundësuar ndihma të vazhdueshme
për komunën dhe duke organizuar shkëmbime vizitash zyrtare në mes këtyre komunave nga viti 2018 e deri më sot. Në vitin 2021 votoi monografin Shkolla Shqipe në Gjenevë, një vepër dokumentare që sot popullorohet edhe në Malishev, kushtuar 3 dekadave të mësimit shqip në diasporë. Libri u promovua më herët në Kosovë, Zvicër dhe Mbretërinë e Bashkuar, duke u vlerësuar lart nga studiuesit e pedagogët. Është i martuar dhe baba i 5 fëmijëve. Agimi aktualisht jeton në Gjenevë dhe vazhdon të angazhohet në veprimtari arsimore, kulturore dhe botuese në shërbim të komunitetit shqiptar në diasporë. Ky promovim i librit dhe të gjitha aktivitetet që do të mbahen sot e nesër në kuadër të shënimit të 16 qershorit, ditës së çlirimit të komunës së Malishevës dhe të dëshmorëve të komunës së Malishevës, po mbahen nën përkujdesjen e kryetarit të komunës zotëri Ekrem Kastrati, të cilin edhe e ftoj që të marrë fjalë. Nderuara familje Paqarizi, Masagim, bashkëshorte, ju të gjithë familja Paqarizi. Nderuar dhe shumë të respektuar njëkohësisht ish kryetar komunës Kila dhe Begaj, të tre shkëlqurës, kryetari Vasilis Mesat Paqarizi, kryetar të detyrive, kryetari i shoqatës shkrimtarëve Tatil Kelmendi, shkrimtar publicist, ju të gjithë jeni sot këtu me neve, faleminderit shumë për prezencën, sepse përmes publicistikës, përmes shkrimeve tuaja ne bëhemi të njohur për të kaluarën tonë, për përfikjet e tona për liri, për sigurisht tash edhe për shëndetim. Prandaj çdo penë juaja që shkruajnë shkronjën mbi faqen e bardhë, unë ju falenderoj përzemërsisht sepse vërtet publicistika dhe shkrimtarët të komunën Malishevës po bëjnë një jetë të gjallë artistike me çka puna, po për çdo ditë po bëhemi krenar me punën, angazhimin dhe kreativitetin artistik të gjithëve. E njerë faleminderit. Mirë, po sot jemi me shkas të promovimit të një libri të jashtëzakonshëm nga autori Agim Paqarizi. Kam kënaqësinë e veçantë që sot jem pjesë e promovimit të monografisë Shkolla Shqipe në Gjenevë, një vepër me vlerë të veçantë arsimore, kulturore dhe kombëtare, e cila dokumenton një kapitull të rëndësishëm të angazhimit të shqiptarëve në diasporë për ruajtjen e gjuhës, kulturës dhe identitetit tonë kombëtar. Për mua personalisht, zoti Agim Paqarizi nuk është vetëm autori i kësaj vepre të çmuar, por edhe një mik i vyer, një bashkëpunëtor i dëshmuar dhe një ambasador i shkëlqyer i vlerave tona kombëtare në Zvicër. Për te kontributit e tij në arsimin shqip në diasporë, ai ka luajtur një rol të rëndësishëm në krijimin dhe forcimin e marrëdhënieve të komunës së Malishevës me komunën e Merinit në Zvicër. Fal angazhimit të tij të vazhdueshëm, vullnetit të mirë dhe urave të bashkëpunimit që ka ndërtuar ndër vite, komuna jonë ka përfituar donacione të shumta në pajisje dhe mjete pune të cilat sot përdoren nga ndërmarrjet dhe kompanitë tona për mirëmbajtjen e ambientit dhe hapësira publike. Këto janë shembuj konkret se si dashuria për vendlindjen mund të shndrohet në përfitime të drejtë për drejta për qytetarët. Monografia Shkolla Shqipe në Gjenevë është një dëshmi e rëndësishme e përkushtimit mësuesve, prindërve dhe përvimtarëve shqiptarë që për dekada me radhë kanë punuar për t'u mësuar brezat, trim, gjuhën anëtare, historinë, kulturën dhe vlerat tona kombëtare. Përmes kësaj vepre ruhet një pjesë e rëndësishme e kujtesës sonë kolektive dhe nderohet puna atyre që nuk lejohen që gjuha shqipe të zbehej larg dhëut. Për ne në Malishev, kjo ngjarje ka një domethënie të veçantë sepse autori është biri i kësaj jone, një intelektual dhe premtar i palodhur që ka lënë gjuhë të rëndësishme si në diasporë ashtu edhe në vendin e tij. Prandaj është kënaqësi e veçantë që sot këtë vepër po promovojmë edhe në Malishev, në mesin e bashkëqytetarëve të tij dhe të njerëzve që e njohin e vlerësojnë punën dhe përkushtimin e tij për kombëtare. Në emër të komunës së Malishevës përgëzoj mikun tim të çmuar zoti Agim Paqarizi për këtë vepër të rëndësishme dhe falenderoj
për gjithë kontributin e tij në arsim, kulturë, diasporë dhe në forcimin e miqësive e bashkëpunive që kanë sjellë të mira konkrete për komunën tonë. Uroj që kjo monografi të vazhdojë të lexohet, të vlerësohet dhe të shërbejë si frymëzim për brezat që vijnë, duke dëshmuar se ruajtja e gjuhës, kulturës dhe identitetit kombëtar mbetet një mision fisnik i çdo shqiptari kudo që jeton në botë. Edhe një herë faleminderit shumë për prezencën e juaj, edhe të vazhdojmë kështu sepse Malisheva ka shumë potencial dhe të gjitha drejtimet si për në shtet ndërtim, si në krijimtarinë artistike, si në të gjitha limit e artit dhe të kulturës. Prandaj edhe një herë ju falenderoj për jetën artistike të bollshme që i sjellën qytetarët të komunës së Malishevës, e që përmes shkrimeve të juaj njihen me për historinë e secilit prej lesh mirë, po sigurisht edhe për historinë e gjithë popullit tonë kombëtar. Njëkohësisht, dëshiroj që t'ju uroj 16 qershorin, ditën e pavarësisë, ditën e shërimit, ditën e dëshmorëve, ditën e lirisë së komunës së Malishevës, ditë shumë e rëndësishme për të cilën ditë ka nderdhur shumë gjak, shumë dëshmorë, shumë sakrifica është dhënë dhe shumë vuajtje dhe sakrifica kemi përjetuar gjatë gjithë historisë. Prandaj dita 16 qershori është dita madhështore e kësaj komune, me që rast ju uroj dhe ju përgëzoj për krejt angazhimin e juaj patriotik dhe adhetor që ka dhënë secili prej jush. Faleminderit shumë urime ditë të pavarësisë. Faleminderit kryetar Kastrati. Historia e shkollës shqipe në Gjenevë është histori e përkushtimit, sakrificës dhe dashurisë për gjuhën, kulturën dhe identitetin kombëtar. Kjo monografi sjell dëshmi të rrugtimit të saj ndër vite, duke nderuar kontributin e të gjithë atyre që punuan për ruajtjen dhe zhvillimin e arsimit shqip në Mërgat. E për të folur më gjatë për librin, më lejoni të ftoj redaktorin e këtij libri, zotëri Jusuf Bytyçi. Faleminderit Blerët, i nderuar agim, autori monografisë, të nderuar të pranishëm, respekt, zoti kryetar, ish kryetar, Kilaj, Begej dhe ju gjithë miq të nderuar, posaçërisht edhe disa nga kolegët e agimit, historianë që për shkaktu Zyberin dhe bashkëvendas Hakiun e të tjerë, i nderuar kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame të Malishevës, Daja Argjend, autoritete komunale dhe të tjerë. Duke pasur parasysh se një pjesë të punës sime, të kontributit time kam edhe në arsim, duke që njëkohësisht edhe gazetar në vitet 90-ta, nuk e kisha lehtë që t'i rreken punës së Agim Paçarizit, profesorit, të cilin jo vetëm se e njehja si profesor i historisë nga vitet 79-80, ku kishte filluar punën në gjimnazin e Rahovecit, por edhe si i përndjekur pastaj nga viti 81, i diferencuar, i paraburgosur, i mbajtur në izolim, dhe pastaj fushata e cila pa t'i vazhduar me gjitha kuadrat me intelektualet të cilët kanë pasur guzim të merren me çështjen kombëtare, sidomos në vitet 80-ta kur ishte një regjim tepër i hekut i Serboslavisë. Pra nuk e kisha vështirë të ballafaqohem me brumin, si themi ne në gazetari, të një intelektuali i cili edhe kishte punuar në arsim, por edhe pse ishte detyruar të migroj në Zvicër, pra në Gjenevë, aty ku ka qindra mijëra shqiptar, jo vetëm se nuk e ka harruar vendlindjen apo komunën e vet Malishevën apo arsimin, por pa humbur kohë është kyçur në pjesën kryesore të intelektualëve për të punuar në arritjen e synimeve edhe jashtë vendit, sepse siç e themi ne vazhdimisht, sa herë që është hapur ndonjë shkollë, gjithmonë kemi thënë nxënësit janë e ardhmja e vendit. Pra nuk e ka harruar misionin e shenjtë të arsimtarit dhe posaçërisht në ato rrethana kur pushteti serb apo okupatori serb gjithmonë kishte parasysh ndjekjen e mësimdhënësve dhe mbylljen e shkollës shqipe.
Pra, çfarë po du me thonë me këta? Po du me thonë me këta se përveç se ne në Kosovë kemi bërë rezistencë armikut, edhe në Perëndim ka qenë një klasë e gjëre intelektualëve të cilët janë organizuar dhe kanë bërë të mundur që në Perëndim me dhe pa kushte të fillojnë mësimin shqip për ata nxënës të familjeve shqiptare të poashtu të përndjekura. Në këtë rast do të them, brumi i Agim Paçarizit më ka sjell shumë lehtësi që të rrekem redaktimit të kësaj monografie. Pra kur ke brum, ke mjaft mundësi edhe me zgjedh, edhe me lanash nëse është e tepërt, por ishte një brum vërtet, një brum i cili ishte i cilësisë më të lartë, sepse një pjesë të atyre kolegëve të tij të cilët janë angazhuar në arsimin shqip në Mërgat, unë edhe njehja. Ja këtu e kemi profesorin Hamz Morinën nga Polluzha e Rahovesit po ashtu, i cili gjithashtu ka qenë një nga shtyllat kryesore të mbajtjes gjallë të arsimit shqip. Nuk ka qenë e lehtë për këta që të mobilizojnë prindërit shqiptar për të mobilizuar edhe fëmijët e tyre për t'i dërguar në shkollën shqipe. Dhe kanë arritur me suksesin më të lartë. Bile po them ju a kam lakmi, sepse për dallim nga Gjermania ku ka pas edhe më shumë shqiptar, edhe atje më tepër se 300-400.000 shqiptar, por ka pas defekte mjaft në organizimin e mësimit shqip. Këta në Gjenevë kanë arritur, madje kanë arritur edhe ta institucionalizojnë, sepse kanë krijuar edhe të hyra, edhe e kanë mbajt gjallë shkollën si ka hije. Dhe këtash, kur bëhet fjalë për këta profesor, edhe kategorinë e tyre të cilët po ashtu kanë kontribuar, sepse vetdia e lartë kombëtare arrihet nga njerëzit që kanë inteligjencë. Edhe të Mërgata, po them, pa u keq kuptuar. Një pjesë e kategorisë së Mërgatës e ka ditë kur është largu nga vendi, pse është largu dhe çka duhet me qenë misioni i tij kryesor. Nuk është se gjithë ata 1 milion po thuaj shqiptar që kanë kaluar në Mërgat janë të kategorisë cilët e kanë ditë pse kanë dalë ose pse janë atje. Po them se shpesh e keq përdorin njerëzit e politikës sot Mërgatën. Mërgata e tipave të Agim Paçarizit, Hamz Morinës, edhe të tjerëve intelektual që kanë kontribu edhe me arsim, edhe me sigurimin e bazës materiale për familjet e tyre, edhe për sigurimin për mbajtjen e shkollës shqipe, edhe për mbajtjen e institucioneve të viteve 90-ta, kur kemi luftu për liri dhe për pavarësi, nuk kanë qenë aq shumë sa mendohet. Pa e mohu kontributin që ata kanë dhënë në familjet e tyre, dërgimin e tollave për të i siguruar ekzistencën e familjes. Po kategoria e këtyre të Mërgatës që kanë ditë edhe çka është arsimi, edhe shëndetësia, edhe ato institucione që i kemi kriju me mund në ato vitet 90-ta, edhe në luftë posaçërisht, dëshmia më e mirë është e asaj kategorie që e ka ditë për pse ka dalë edhe cili është misioni i tyre kryesor. Por këta janë kategorie shejt të cilët na kanë mundësu neve që të punojmë. Ne, unë me kryetarin Sikile që këm pas 10 vjetë kryetar në degën e LDK-s, kemi punu pa pare. Po mos të ishin këta vëllezër tanë, apo miq tanë, apo familjar tanë në Perëndim, kategoria që i ka ditë pse ka dalë, ne s'kishim mujt me u ballafaqosh lehtë pra, me gjithë ato trysni që i kemi pas nga pushtuesi serb. Në këtë kohë veç pak isha me lexu sepse këto sene janë libër, po derisa kam lexuar librin ndërshkrim të autorit dhe veprimtarit palodhur Agim Paçarizi, siç më pati kujtuar një thënie kuptimplopte e Mala Jezafait, i cili e vlerësonte punën dhe misionin e mësuesit me fjalën të mos harrojmë një libër, një laps, një fëmijë dhe një mësues mund ta ndryshojë botën. Por kjo është ai qëllimi i misionit të arsimit. E ka ditur misionin edhe e ka kry deri në fund, deri në momentin kur e ka pasë Kosova po e fitoi statusin e lirisë, edhe të pavarësisë, të shtetë ndërtimit, me gjithë ata miq aleat të cilët na kanë ndihmuar që të arrijmë të gjitha këto. Pra, fjalët në këtë
në këtë libër janë fjalë të cilat rrëfehen edhe nga recenzent, nga miq të tij, edhe nga kolegët e tij të profesionit, të cilët e pasurojnë këtë monografi e cila po përorohet sot në kuadër të festës së 16 qershorit. Prandaj urime kryetar e Krem Kastrati, urime të gjithëve kjo festë, unë nuk do ta zgjas më tepër sepse i keni në libër. Ju faleminderit shumë. Faleminderit zotëri Bytyqi, e siç e thatë edhe ju me prezencën e tij sot këtë aktivitet dhe komunën e Malishevës e nderon ish mësuesi, ish kryetari i lidhjes së arsimtarëve dhe prindërve shqiptar në Zvicër, zotëri Hamz Morina, i cili edhe e ka fjalën. Mirëdita të gjithëve, ju përshëndes të gjithëve pa dallim, përfillu për i kryetarit të nishëm dhe të të qishim në parë, dhe gjithë kolegëve të me që të kemi nda shqetësimet dhe sfidat e jetës dhe të shkollimit. Unë me thënë të vërtetën, me agimin jemi bashkëpunëtar të misionit arsimor këtu në Kosovë dhe në Zvicër. E përgëzoj për punën që ka bërë, po kur për ju sot juve këtu, për më kujtohet diçka e veçantë. Ne bashkë me agimin bëm promovimet edhe në Londër, në Zhenevë, në Bern, në Prishtinë, po kjo promovim sot është pak më i veçantë, sepse agimin e nderon vendlindja e tij, që është shumë madhështore. Ai duhet të ndihet mirë, unë jem krenar dhe juve ju falenderoj të gjithëve. Kjo është e para. Tjetra, do të fillojmë me dy parafrazime. Arsimi për shqiptarët vërtet ka qenë më dhe ndalu më ndërshekve, dhe kjo ka qenë arsymja pse ky popull komet ka që mrapa popujve të tjerë. Dhe më kujtohet thënia e Sami Frashërit, Etnem Frashërit, se padia është nëna e gjitha të këqijeve që ka thënë para një afër 200 vitësh. Edhe një burr i plak që ka qenë i pashkollum, dhe kur pyesin Malësi Gjakovës, i thonë Beranbeg, shka i duhet, vërtet, Beranbeg për shka i duhet shqiptarit, ata i thonë duhet buk edhe barut Baca Bajram. Kurse Beranbegi, edhe pse si kishte as i shkollë, i thot, jo vetëm këto, i duhet edhe arsimin. Unë këtu kom një shkrim, po që nuk të lexoj tërësisht, sepse është gjithashtu një definicion nga libër dhe mund ta shihni, po vetëm një pjesë nga bashkëpunimi i agimit me agimin në Gjenevë. Monografi për mbamendjen historike. Nështë kjo historike është më pak e tepërt, po është një mbamendje. Nga nxënësit e tij të gjimnazit në Ravec kisha dëgjuar fjalë të mira për profesorin Lëvurt, e të kompletuar me dije nga historia dhe taktin e tij për edukatori, kur i shpjegonte tema nga historia kombëtare, që deri atëherë nuk kishin dëgjuar. Si duket agimi që nga vitet e 70-ta kishte një mision të qartë për të rinjt në këtë gjimnaz. Po kjo zdo përcjell gjatë, sepse në vitin e vendimeve të Kosovë, të atëri, agimi do të varehet nga policia Rahovecit në radhë të mësuesve, 26 mars të atëri, dhe pikërisht ky profesor kuadri i ri do të jetë i pari që do të arrestohet e burgosët bashkë edhe me shumë intelektual tjerë që keni këtu, nga gjithë Kosova dhe pastaj përjashtohet nga mësimi i papërshtatshëm si duket, si thuhej atëherë ideopolitikisht. Për librin, derisa po lexoja rreshtë nga monografia e agimit për mësimin shqip në kantonin e Gjenevës, mëson në retrospektiv tërë puna përbashkët që bëm në këtë drejtim me lapsh në inflashën në Zvicër, sidomos periudha kur agimi u hishte me lidhjen arsimtarëve në kantonin e Gjenevës.
mos u ndërmend gjitha takimet në kuadër të kryesisë së Këshillit Kombëtar dhe i gjithë mundi që bën për këto 3 dekada lidhur me organizimin e mësimit plotësor të Zvicrës. Do të vërtetën, do thotë, nuk kemi bërë një punë tjetër të vlefshme përpos jemi përpjekë që fëmijëve shqiptarë që pa dëshirën e tyre u gjetën në vendin e ku bashkë me mua dhe Agimin. Tash kur po mbyllim me sukses organizimin vullnetar të 3 dekadave, Agimi kishte vendosur të mos e lënë harres këtë mund vullnetar të mësimdhënësve dhe prindve të angazhuar gjeneratat që po arritën në Zvicër. To shpallesni të vërtet të një misioni që kishte kurorzuar me sukses pavarësisht rrethana se mësim kishte mbajtur. Dhe sa për të faqet të tëra më rënë sy pedanteria e punës, ashtu siç e bënte ai në klasat ku jepte mësim, me kolegë dhe prindër gjithmonë i urtë, me tonë të lehta e me fjalë bindëse, të dëshmonin mbi gjitha kapitalin e dijes dhe kulturën të shprehur, tipare këto që i bënte të tjerët të besonin dhe të ndihmonin në punët e fisnike që s'pati të ndalur deri në moshën e pensionimit. Për jemi këtu të fëmijë shqiptar duhet na gjithë të jemi të vetëdijshëm se jashtë kemi gjysmën e një Shqipënie të tërë. Prandaj edhe unë Agimi e them se është një nevojë e kohës që t'i rrekemi kësaj pune dhe me ato mundësi që kishim ta bëjmë që ky mision të shkojë përpara. Kështu Agim Paçarizi llogaritët në shqiptarët që arsimimin e kishte jo vetëm profesion, por në radhë parë mision kombëtar. Me këtë mision e kreu me sukses, duke bërë prioritet me gjitha prioritetet. Libri e ka një strukturë të ngjeshur, të ta shohim më vonë, kurse neve kolegëve të tij në mbetet vetëm t'i urojmë shëndet dhe punë të suksesshme në moshën e 3, duke qenë gjithmonë të lumtur që në këtë rrugtim patëm edhe mikun tonë dhe kolegun e nderuar Agim Paçarizi. Ju falenderoj për mëngjesin. Faleminderit zotri Morina, ndërsa tani më lejoni që për një fjalë të ftoj zotri Fadeli Javori, kryetar i shoqatës për letërsi Tafil Kelmeti. I nderuar i kryetar Ekrem Kastrati, të nderuar ish kryetar Bega e Kilaj, e nderuar shumë respektuara drejtoresh të UTA Miftari Mazreku, unë ju përshëndes në emër të shoqatës për kulturë dhe letërsi Tafil Kelmeti, që jemi si organizator në bashkëpunim me komunën, drejtorinë për përkatësisht drejtorinë për kulturë dhe në patronatin e kryetarit komunës, me të cilët jemi sinqert kemi bashkëpunuar gjithmonë dhe gjithmonë kemi pas sukses. Ne si shoqatë, edhe pse jemi jashtë institucioneve. Një përshëndetje veçantë është për autorin e librit, për kryetarin e Partisë Islame, Saad Paçarizin, gjithë drejtor, ish kryesuesin e asamblesë, gjithëve juve dashamirë të autorit e tonë. Unë dola thjesht vetëm për t'ju përshëndet, ndërsa për Agimin, unë nuk e kam Agimin, ju dëgjut edhe biografinë e tij, edhe për librin, por dëshiroj që Agimi punoj dhe matutjen këtë drejtim, me që është edhe historian, të shkruaj për ngjarjet si nga fusha e arsimit, po edhe për ngjarje tjera, besoj që ka kapacitet dhe diaftësi. Ju uroj sukses, Agim suksese, edhe punë të marrë matutje. Faleminderit. Faleminderit zotri Javori. Nëse ka dikush diçka për me shtu ose me pyet autorin? Enver Mazreku.
Përshëndetje, në veçanti kryetarin e komunës Zotëri Ekrem Kastrati, ish kryetarët Zotërisë Nikilaj, Zotëri Ragib Begaj, drejtorët e drejtorive komunale këtu të cilët janë të pranishëm, autorin e librit, profesorin ton, Agem Pasarizi, bashkëpunëtorin e tij, Hamez Morina, veteranët e arsimit, personalitete lokale, bashkësisë lokale, veteranët e arsimit, veprimtarët të çështjes kombëtare, gjithashtu shoqata për kulturë dhe letërsi Tafil Kelmendi, e po ashtu edhe mësuesin veteran, i cili vjen po ashtu nga diaspora, Zotëri Nohe Mazrekun. Unë kam pas fatin që të kem librin paraprakisht, duke ditur se libri është promovuar edhe në shtetin helvetik të Zvicrës, pastaj ka pas një rrugtim edhe në audienca në Republikën e Kosovës, dhe mendoj që ky moment i tanishëm ku komuna e Malisheves e bën promovimin e këtij libri është një aktivitet shumë me dignitet të theksuar, sepse siç thoshte Samiu, veç dritë editorisë përpara do të na shpjell, dhe mendoj se profesori Agem ka reflektuar aspektet e historisë kombëtare të cilat janë zhvilluar në shtetin zvicerian. Por, ky libër sigurisht ka ardhur në shprehje duke ditur që profesorin e kemi pasur këtu deri në vitet 90-ta, kur ai për shkaqe të përsekutimeve dhe maltretimeve që ka pasur nga okupatori serb, detyrohet të largohet nga vendindja e tij dhe nga Kosova dhe të vazhdoj kontributin e tij në Zvicër. Nga ajo që kam po në libër është se profesori reflekton mbi profesionin e tij, pra është i diplomuar në Fakultetin Filozofik Dega Historisë, dhe mendoj se libri përveç se anës arsimore ka ngritur në pjedestal edhe aspekte historike të popullit shqiptar reflektuar në shtetin helvetik të Zvicrës. Ajo që më bëri përshtypje është historia jonë kombëtare, e cila për kosovarët fillon në vitet e 60-ta, do me thonë kur lëvizin shqiptarët e parë në Zvicër, pastaj në vitet 70-ta, në vitet 80-ta, edhe pastaj edhe në vitet 90-ta dhe edhe pas lufte. Ajo që duhet na vije në konsiderat është substanca arsimore dhe kombëtare që emigracioni jonë apo diaspora jonë ka ruajtur në raport me aspektet kombëtare. Pra fillimisht mërgata e parë që ka shkuar në Zvicër ka qenë njerëz të cilët janë shkuar në mënyrë të organizuar, do të thonë njerëz të cilët kanë ardhur nga vice rurale, nga Ana Morava, dhe të cilët kanë pasur një përvojë jo të mirë me pushtetin e atëhershëm, do të thonë Jugosllav. Duke reflektuar pastaj angazhimet e tyre të dinjitetshme duke ruajtur substancën kombëtare dhe duke ndikuar që familjet e tyre të ruajnë dinjitetin kombëtar në një Jugosllavi e cila ishte e okupuar dhe në një Kosovë e cila e manifestonte më së miri hegemonien serbe. Ajo që më bëri përshtypje është konsolidimi i aspekteve të sistemit arsimor në Zvicër, ku shumë veprimtarë tanë, do të thonë arrin që të konsolidojnë dhe të fillojnë rrjedhën e arsimit shqip, duke ditur që lëvizja nga vendi shkon drejt asimilimit kombëtar dhe Agimi dhe shokët e tij të udhëhequr shumë herë nga Xhafer Shatri, do të thonë kanë arritur që të konsolidojnë shumë aspekte, do të thonë arsimore të cilat kanë ruajtur dinjitetin kombëtar në një shtet i cili ka ofruar përkujdesje dhe ka ofruar, do të thonë, mundësi që edhe ilegalja të veprojë aty, por e dim që një prej veprimtarëve i cili sot është pjesë e historisë tonë të lavdishme, Zotri Kadri Zeka, dëshmori i kombit, heroi i Kosovës, do të thonë ka vazhduar veprimtarinë e tij ilegale në Zvicër. Pastaj kanë filluar edhe të tjerët dhe mu më bëri përshtypje si mënyra e përsekutimit të njerëzve tonë të cilët kanë lëvizur në Zvicër. Është një mësues, Arif Ejupi, i cili ka pësuar invaliditet të përhershëm nga maltretimet të cilat ja ka bërë okupatori serb përmes instrumenteve të tij të kohës, duke e bërë që patjetër të lëviz në Zvicër. Dhe ky invaliditet i përjetshëm i tina ka vazhduar edhe vazhdon ta shoqërojë gjatë gjithë jetës.
po idetë e tij patriotike dhe përpjekjet e tij për me rujtë aktivitetin e vet patriotik, i gjeti në shtetin e Zvicrës, ku ata u munduan sikur të ishte sot në Kosovën e Re, ku i gëzohet këtij libri edhe profesori Agem, pro në Kosovën e Re ku ky e shijon lirinë se një ditë e la të okupuar, po vazhdoi aktivitetin e vet patriotik atje dhe arrin që sot t'i gëzohemi asaj lirie e cila erdhi si rezultati i sakrificave i shumë veprimtarëve të cilët edhe sot ndoshta janë me plagët e tyre në këtë audiencë ku e kemi sot, edhe ishin personifikim i përpjekjeve për liri. Pra më bëri përshtypje shumë, sepse të gjithë ata të cilët lëvizën për në Zvicër edhe në shtetet gjermane, lëvizën nga dhuna e okupatorit serb, lëvizën sepse nuk kishte aspekte të një jete komode këtu, ishte dhunë e përditshme sistematike për cilën e keni përjetuar edhe vetë. Andaj, për shembull, mësuesi Arif Ejupi, një personifikim i shumë mësimdhënësve tonë të cilët ishin në diasporë, përfshin edhe mësuesin Nuhi, përfshin edhe profesorin Agem, profesorin Hamez, e shumë të tjerë, dhe më thënë dëshmojnë që historia jonë nuk ishte rastishme deri këtu, erdhi nga sakrificat të cilat ne duhet i konsiderojmë dhe t'i mos i harrojmë. Pse mos t'i harrojmë? Sepse sot një substancë e tërë demografike e popullit shqiptar Kosovës dhe e viseve shqiptare ka lëvizur në botën e jashtme. Dhe unë mendoj që Republika e Kosovës dhe shteti jam shqiptar, po edhe Republika e Macedonisë që ka një autoritet shqiptar atje, pastaj edhe Lugina e Preshevës duhet të mbështesen me programe të qarta, arsimore, sepse ka hulumtime shkencore në opinionin publik që tritë dhe të reja tonë, apo fëmijët tonë, nxënësit tonë, të cilët po lëvizin çdo ditë në botën e jashtme, nuk ka një konsolidim të dëshmuar për të panandaluar asimilimin kombëtar. Dhe ky promovim i kësaj monografie, për cilën besoj do të ndoni kohë dhe do ta shkletoni, do të thotë shumë për ne, do të thotë një thirrje për zgjem që Ministria jone e arsimit dhe Ministria e diasporës përmes programeve të qarta duhet të punojnë natë e ditë që popullsia jonë shqiptare e cila jeton në diasporë të ketë programe të qarta të arsimimit për të ruajtur gjuhën, për të ruajtur aspektet kombëtare të cilat një ditë do të reflektojnë. Në vitet 60-ta, kur kanë shku shqiptarët e parë në Zvicër, nuk janë prezentu si shqiptarët e Kosovës, po janë prezentu si Macedon ose nga shteti Jugoslav. Ndërsa sot ata kanë një adresim të qartë, do të thonë prezentohen nga shteti i cili u lindi si rezultat i sakrificave të luftës së lavdishme të udhëhequr nga ushtria çlirimtare e Kosovës dhe komandanti i saj Adem Jashari. Pse po e them këtë? Po e them se një lloj i karakterit patriotik apo me dignitet, sikur që është profesori Agem, arriti që gjithat diplomaci ku shteti serb kishte arritur që Kosovën ta mbante të ngulfatur, ta mbante të mbyllur, se përket rrjedhave euroatlantike, ka arritur që sadokudo me punën e tij dhe me profilin e tij të dëshmuar, t'ju dëshmoj helvetazve apo shtetit zvicran që Republika e Kosovës dhe populli i saj kanë një konsiderat të veçantë për krajën e saj që ka dhënë për lirinë e Kosovës. Mu më kujtohet, pasi që vjedhën nga drejtoria e arsimit, më kujtohet, e zgjata pak, po mendoj që ja blen t'i theksojmë këtu, më kujtohet kur kanë ardhur donacionet e para, atëherë kryetari kemi pasur kryetarin Ragip Begaj, edhe e falenderoj shumë, gjithashtu edhe kryetarin Kastrati për gatishmërinë që të bashkëpunojnë me shtetin helvetik edhe konkretisht me komunën e Merinit. Më kujtohet që përveç atij donacioni, ne kemi organizuar edhe për shtypjet e nxënësve dhe mësimdhënësve në raport me këtë donacion që ta prezantojnë te autoritetet zvicrane. Dhe kemi arritur që gjitha ato për shtypjet e nxënësve tonë të depërtojnë në zyret e tyre ku ata i bëjnë politikat publike, përfshin edhe politikat që i dedikohen Republikës së Kosovës dhe shtetit të saj. Pra sot, ato autoritete e kanë në zyret e tyre për shtypjen se si e shohin shtetin zvicran. Pra, ne duhet të punojmë natë ditë që ky reflektim historik
i cili na ka shfaqëruar. Dhe kjo monografi e cila është kristalizuar nga përshtypjet kombëtare që i ka nxjerrë profesori Agem, të jenë një mësim se si do të veprojnë autoritetet tona shtetërore dhe kombëtare në raport me diasporën, po edhe në raport me rrjedhat arsimore. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe autorit e gjithë atyre të cilët e kanë ndihmuar që të nxjerrë këtë monografi me rëndësi të veçantë kombëtare, historike, arsimore dhe kulturore të jetësohet tek qytetarët tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit zotrin Azreko. Ndërsa po është e ndodhe dikush për fjalë, ju lutem. Do të mundohem shkurt, po ma shkurt mollet ju shash qështu si kun po mëti. Inshallah për të mira. Kryetari ju përshëndes, ish kryetar Isnir, Ragib Bega, kryesuse, kryetar Bashkisë Islame, të gjithë ju përshëndes mos me hamles të doj i harroj, në rregull, veçanti Agim Paçarizin me familje, Hamzën aty, e të gjithë ata që kanë kontribuar dhe kontribuojnë në të mirë të asaj që është Shqipe dhe në të mirë të vendit vetë. Ju përshëndes dhe ju më falni, zanatlit të penës. Kryetar, bëni shumë punë të mira, por keni fillu festen marrë mirë, inshallah shkon marrë mirë, me këtë libër që nderohet një njeri që meriton. Unë këte për thonë nga përvoja, kam dëgju më herët, po mora rasti me po në vend atje ku vepron, kush është Agim Paçarizi. është njeri që gëzon autoritet, është njeri që i shkon fjala, është njeri që ja kem lakmi, dhe kur Agimi ka bo promovimin e librit të në vendet tjera, vërtet kjo është që shtojnë qërshia mbitor, të thojnë që shtu kryetari Isnir. Uroj që vlerat të çmohen, pa vlera, nëse s'munësh me nalë, të paktën në nënçmoje, i njëraj. Agim Paçarizi ma boni një nder që promovova dokumentarin 30 vitet e pajtimeve dhe librin, me të njëjtin titull, në Gjenevë. Vërtet, e bani një përgatitje të mirë që shfrytëzoj rastin ta falenderoj. Po Agimi, ato persekutime dhe largime nga këtu, ato burgosje, e përgatitën tamam, ju që s'ka qenë tamam, po i dhanë forcë, infuzion, që kudo që shkon të arsyeton punën e vetë dhe shkon i përgatitur kombëtarisht, natyrisht edhe i përgatitur profesionalisht. Unë i uroj Agimit shëndet, suksese, juve ju falenderoj shumë që i çmoni njerëz që kanë vlerë, urime dita e shirimit, të mos i harrue dëshmorët që dhanë gjakun për të vënë, invalidët e luftës, veteranët e luftës, dhash Zoti që të esmi përpara, ne që s'jem këtu në Malishevë, unë s'jem larë këtu më afër, po çdo lëvizje të mire të marë i gëzohemi, çdo përparimi i gëzohemi. Në priftë e marë, familje shumë, dhe famë. Faleminderit për këto
për fjalë ishte pra zotri Fetah Bekolli, ish aktivist i pajtimit të gjasheve dhe veteran i ushtrisë shqirimtare të Kosovës. Ndërsa tani, nëse nuk është dikush tjetër për fjalë, më lejoni që fjalën t'ja kaloj atij për të cilin edhe jemi mbledhur sot. Fjala është për autorin e monografisë, zotri Agim Paqarizi. Zdi ka t'ja fillaj. Për mo është një nderë shumë i madhë, si që këna dhe para folë, që sot në Malishevë në jemi respektuar, ndjehemi nderuar nga ju, sepse kur të nderon vendin nga je është ma e rëndësishme. Unë mund t'i përshëndes se cilin me emën që i kam këtu, që po ju shoh juve, që keni ardhur për me nderu, me marrë pjesë në këtë turorim të librit të tim, i cili emrin e ka të madhë, po edhe puna është ma shumë e madhe, por ata që kanë pas mundësi me pas librin në dorë, e fatkeqësisht ne nuk mujtëm me bën ribotimin për sot. Fakte kemi lanë në shtypshkojnë, po nuk është përgatit për sot, edhe më vjen keq që nuk mund ta merrni ju disa të tjerë, po kam shumë pak ekzemplar. Të përfshihet një periudhë prej 30 viteve pune e atyne mësuesve, atyne aktivistëve që mundohen të mbajnë gjallë arsimin, kulturën shqipe në mërgat, ka ata fëmijë të cilët lindin dhe rriten në një rreth ku në momentin kur dalin nga banesa atyne, ata takohen me një gjuhë të huaj. Edhe është shumë e vështirë që të ata të ruan atë lidhen me atë dheun, nëse nuk punohet si duhet. Ne kemi bërë një përpjekje, i falenderoj të gjithë, më erdhi shumë mirë që edhe një herë në takova këtu. Një herë pas herë jemi taku dhe në seminare që shtetet Shqipëria dhe Kosova kohëve të fundit kanë organizuar, por duhet të jemi edhe kritik, sidomos ne që vërtet nuk bëhen sa duhet. Duhet të jemi sinqert se ajo punë që kemi bërë me vite vullnetare atje, duke ndarë nga koha jonë, duke ndarë nga familjet tonë atë kohë, që nga fëmijët tanë, ne një pjesë e që nuk është shumë e madhe, Nuheve, Hamza e disa të tjerë, kemi pas fatin që të kemi statusin e refugjatit politik. Por, jo të gjithë e kanë pas atë mundësi. Ne, kur kërkonim nga ata punëtorë që ata bashkëndetarë tanë të cilët punonin tanë ditën në punë më të randa, që të na bashkangjitën në aksionin tonë, në aktivitetin tonë për organizimin, hapjen e klasave, bartjen e nxënësve, regjistrimin e nxënësve e të tjera, për ne ishte më lehtë se një farë forme i kishim nga shteti, ju e dini se kur ke statusin e refugjatit politik i ke beneficet që ke mundësi edhe me bën aktivitetet e tjera, por ne ishim të pakt. Duhej me të gjitha ata prindë që kishin fëmijë punonim ditë e natë, e kom cek ndoshta edhe në libër kush e ka pa, po e kemi biseduar edhe me shok shpesh. Ka pas raste kur fëmijët tanë kanë kërku që a ka mundësi që një fund javë ta kemi bashkë. Sepse ne punonim deri vën natën në aktivitet, kur vinim ata ishin në gjumë, se duhet nesër shkonin në shkollë, kur zgjoheshim ne, nuk ishim në fëmijët aty se kishin shku në shkollë, do të duhet vlerësohet ky aktivitet, duhet vlerësohet edhe puna e grave tona. Të shfrytëzoj rastin ta falenderoj këtu edhe bashkëshorten time, e cila është marrë me fëmijët e mi, po them, sepse ne nuk kishim kohë, merreshim me fëmijët e të gjithëve. Po jo vetëm bashkëshortja ime, po edhe bashkëshortet e kolegëve të mi duhej ta orientonin
atë veprimtarinë e tyre me fëmijët, të na lënë neve hapësinë që të jemi më të lirë të punojmë me këtë mision të shenjtë. Unë po e lexoj një pjesë që e kam shkruar se thash mos të zgjatëm shumë edhe mos të gaboj të them diçka që s'duhet. Po i nderuar kryetar Kastrati, të nderuar përfaqësues të institucioneve dhe subjekte politike dhe fetare, të respektuara familjet të dëshmorëve, veteranë dhe invalid të UÇK-s, ish kryetar të komunës Malisheve, zoti Nikilaj dhe Ragib Begaj, me të cilët që atëherë kur ishin këta kam filluar të lëvizi pak për të bashkëpunuar me ta, sidomos me Hisniun fillimisht, e arritu me ish kryetarin Begaj, edhe sot ju mbani një lidhje të fortë me komunën e Gjeneves, e cila përveç atij respektit që ka për komunë, duke ndihmuar me sa mundet, ta që kanë qenë delegacion me kryetarin Mrushi, Asimi, Astriti, kanë pasë çfarë respekti kanë për komunën e Malisheves. Nëse zgaboj herën e fundit kur ishte kryetari me delegacionin, sa ditë kanë qëndruar aty flamuri i Kosovës ka valu para komunës Sumerinit. E kjo është shumë e madhe, shumë domethënëse, sepse e përmeni Hadili apo Enveri, kur kemi shku, unë kam shku në 94, në atje pas një bastisës që më është bën këtu në shtëpinë time, edhe kum pa që punëtorë se cili thetë unë jam Jugoslav para Zvicranëve, edhe një shavetën shumë të fyër. Por, kur filluam në aksion për shkollën Shqipe, në rastet kur bisedoni me autoritetet e vendit, me kryetarin kemi bisedu pak më gjërësisht të puna, këto momente, ata një farë forme sikur besonin ato që e thënim ne që jemi detyruar të alëshojmë vendin e të vijmë në Zvice. Po nuk besonin. U tash të bëhet lufta e UÇK-s, të shlirohet vendi, e atëherë ta sheh Zvicra aty ku isha unë se vërtet kemi qenë hall. E gjenin liber pas luftës, me njëherë pas luftës, ata kanë kërku, ata më kanë kontaktu që të bëjmë një komision, një grup punus, për të organizu, për i hapin e shkollës Shqipe, për të na ndihmu financiarisht. Dhe keni tabelet atje ku afër 1 milion franga ne kanë dhënë për një periudhë prej 9 viteve 10, për ta mbajt gjallë gjuhën dhe kulturën shqiptare. Ne kemi pas fatin kantonin e Gjeneves që jemi më të privilegjuar, sepse Gjeneva është një qendër që e dini rëndësinë e saj, e kemi shfrytzuar me shok, me miq, me dashamirë që kemi gjetë gjuhën përbashkët dhe ja kemi arritur. Me dëshiri kisha përshëndet se cilin veç e veç me juve me emën. Por ju përshëndet gjithë dhe ju falenderoj nga zemra për pranimin tuaj këtë program. Megjithatë nuk mundem pa ju përshëndet bilet 2. Kërkoj falje se i kam tu në shokët e klasës, Ahmetin e Zuberin që kemi studiu bashkë të tjerët, por duhet ta përshëndes Haki Gashin, ish drejtorin e shkollës të mesme profesionale në Kiev, Lazgush Poradesi, kur unë pat shpreha dëshirë që të filloj të punoj me arsimin paralel që mbarim vitet 90-ta, fatkeqësisht nuk e gjeta për krahjen të, nuk e di kush ishte atë drejtor në Malishev, edhe pse kur kam punu unë kam qenë ndër të parët që isha me diplomë të fakultetit. Hakiu, me që ishim kolegë të studimeve, më tha edhe më propozoj apo vjen tha si drejtor, ku jam unë të punu, apo orë të historisë i ke komplet tu. Falenderit Haki për sot për atëherë për sot. Mirë po i përshëndes, edhe një përshëndetje kam për shokun e familjes, shkollës,
studimeve tjera, që sidomos gjatë luftës, kur ne na u dasht mu angazhu që nga atje, bile me logjistikë të ndihmojmë, ta ndihmojmë luftën, Gjafer Kastrati në gjitha në Tiranë, i cili na dha përkrahje atëherë për luftën, e përkrahja ati vazhdon edhe sot, duke na ndihmuar për libra, për me i botu, për me i bartë, për gjitha këto. E njeni të gjithë po e meritën që ta falenderoj shtu publikisht. Po e falenderoj edhe mi që pas kanë ardhur nga Rahovesi, Agim Eminin, Kaplan Gashin dhe tjetë, po të gjithë jeni të falenderuar nga ana ime dhe më vjen shumë mirë që keni ndarë nga koha juaj që të merrni pjesë në këtë program. Urime festa e shërimit, 2-3 rreshta i kam, besoj që do të më falni nuk e zgjat shumë. Sepse sot ndihem vërtet shumë i privilegjuar, të thellësisht i nderuar që gjendem para jush në përurimin e librit të monografi shkollastike në Gjenevë. Me këtë rast, dëshiroj të shpreh njërin time të sinqertë për kryetarin e komunës, zotin Ekrem Kastrati, drejtorinë komunale për kulturën dhe sport të drejtoreshën Teuta Miftari, dhe shoqatën për kulturë dhe letërsi Tafil Kemendi me kryetarin Fadil Javori, të cilët me përkushtim dhe respekt organizuan këtë veprimtari kulturore. E falenderimi im shkon edhe për secilin prej jush që me pranin tuaj të jepni vlerë këtij përurimi. Për mua, ky organizim ka një domethënie të veçantë. Rrethonat politike të kohës më detyruan të largohem nga Kosova. Por asnjëherë nuk u largova shpirtërisht nga vendlindja ime. Kudo që kam jetuar e vepruar, kam mbajtur në zemër Kosovën, gjuhën shqipe dhe kulturën tonë kombëtare. Libri që përurojmë sot është fryt i një pune shumë vjeçare dhe një dëshmi e përpjekjeve të mësuesve shqiptarë në Bregim për ta ruajtur dhe kultivuar gjuhën shqipe të fëmijët tanë që lindin dhe rriten larg atë. Ai pasqyron përkushtimin, sakrificën dhe dashurinë për arsimin shqip si një nga shtyllat më të rëndësishme të identitetit tonë kombëtar. Ky përurim merr një vlerë edhe më të madhe për faktin se po mbahet në ditën e dëshmorëve dhe në festën e shërimit të Malishevës. Në këtë ditë të shenjtë kujtojmë me nderim të veçantë dëshmorin e parë të Malishevës Emir Krasniqin, i cili ra heroikisht në altarin e lirisë, si dhe të gjithë dëshmorët e kombit që me gjakun e tyre bën të mundur lirinë që gëzojmë sot. Ndërsa kujtojmë dëshmorët tanë, ne njëkohësisht nderojmë edhe një pjesë të historisë sonë kombëtare, përpjekjen për ta ruajtur gjuhën shqipe dhe identitetin tonë kudo që jetojnë shqiptarët. Për mua personalisht, por edhe për shumë bashkëdhetarë që jetojnë në Bregim, kjo ditë zgjon kujtime të veçanta. Ne ndihmuam luftën shërimtare me të gjitha mundësitë që kishim dhe më pas kontribuam në ndërtimin e vendit tonë. Prandaj e ndih këtë organizim si një respekt të veçantë jo vetëm për librin tim, por edhe për të gjithë ata njerëz që nga brenda dhe jashtë Kosovës dhanë kontributin e tyre për lirinë, arsimin dhe zhvillimin e atëherë. Andaj nga zemra falenderoj organizatorët dhe secilin prej jush për pranimin tuaj, për respektin që tregoni ndaj librit, ndaj punës sonë në shmërgim dhe ndaj vlerave që na bashkon si kom. Pak përpara kolegu im i nderuar Hamz Morina më pyeti për Selim Hoxhën, babain e Saatit, të cilin e ka njohur në rrethana shumë të vështira të asaj kohe, i tregova si djali i Selimit, sigurisht ai s'ka pas mundësi me ardhur. Besoj që Javlet na tregoi një moment kur e përmend shpesh në rastet kur ne u dash që shkolla xhamit i bën shkolla, shtëpit i bën shkolla, e një rast kur i kanë dhënë vrejtë që pse në xhami të shkojnë nxënës që dathën me këpucë, pa këpucë tjera. Unë ju falenderoj me respekt dhe me juve ju falenderoj nga zemra që për këtë nderë që më keni bë, du të i fjallë Hamza se Javlen me i thamë.
retrospektiv më kthy një ngjarje në Rahovec, derisa u dhiqi arsimin në vitet e 90-ta dhe më kujtu Molla Selimi. Kisha një hallë, nuk mund të gjenim në Rahovec lokale shkollore për gjimnazin, sepse ishin shumë fëmijë e pak lokale. Xhamia e Modhe aty në shërbeu. Selimi ishte pjesë e atij organizimit në Rahovec dhe na mundsoi këtë. Një ditë, si fëmijët, ata që kanë punu në arsim e dinë që ata janë moshës që bojnë ka pak telashe të vogla, ishte bërë një telashe e vogël në xhami dhe një haxhi, nuk kujtohet e emri tash, i përzet të 300 nxënës nga xhamia dhe drejtori i shkollës më drejtohet mu si udhëheqësi i arsimit atë kohë, thot si t'ja bëjmë se është e premte dhe të honën ku t'i tërgojmë fëmijët. Mendova ta shkojmë bisedoj me imamin, po nuk kisha në i shpresë se do të gjejmë një zgjidhje. Po kur shkuam dhe bisedum bashkë me drejtorin e shkollës, me autoritetet komunale atë që ishin aty, Selimi na priti mirë, Molla Selimi dhe ja paraqitëm shqetësimin. Këtë kom shkruar në librin që kom si monografi, i thamë nëse ke mundësi të na bësh një hallë, na zgjidhësh. Ai pa na thënë gjë, e mori në telefon haxhin dhe e pyeti se si puna me fëmijët në atje në xhami. Ai paraqiti hallet e veta dhe Selimi pa u kujtu fort i tha, ndëgjo haxhi, tha xhamia nuk është e jona, është e këtij populli, fëmijët e të cilëve i ka lënë Serbia jashtë. Prandaj tha, ata fëmijët honën duhet gjithsesi të vinë në xhami të fillojnë gjimnazin, shkollën. Unë thot vërtetë nuk habita, thot pa ndoj bisedë para prake, ai e bojë. Ai foli dhe diçka, po kjo tha, shqyqa, jemi marrë vesh me autoritetet në Prishtinë, që xhamit janë të këtij populli. Dhe jo, ajo telashja e vogël, së i thash para kishë të kompenzojmë ato, tha po nëse edhe xhami edhe minare në fusin dhe, ne do ta ndërtojmë të re, kurse fëmijët nuk bën kurse si të mos shkojnë në shkollë, sepse duhet gjithsesi ata të mos e braktisin në shkollë. Ne emën të gjithë neve e falenderoj për atë kohë edhe përshëndet Molla Selimin dhe kërkoj për ju hoxhallarëve tash në këtë kohë që t'jeni në rend të parë shtyllë e çështjes kombëtare. Ju falenderoj për mundësinë që më dhënë. Atëherë duke i falenderuar të gjithë që kontribuan me fjalët dhe tregimet e tyre dhe ju të gjithëve për prezencën, ju njoftoj që jemi në fund të këtij aktiviteti dhe aktivitete si ky, përurime si të monografive të tilla janë reflektim mbi atë se në çfarë ka kaluar populli ynë, çfarë sakrificash dhe vuajtjesh kemi kaluar për të ardhur në këto ditë feste, në këto ditë lirie, siç është festa e ditës së çlirimit dhe të dëshmorëve të komunës sonë. Andaj t'i gëzojmë e t'i festojmë këto festa, t'i respektojmë kontributin e të gjithë atyre që e sollën këtë ditë. E falenderojmë autorin për këtë monografi, i urojmë jetë të gjatë e shëndet dhe të na sjellë edhe vepra të tjera dhe ju të gjithëve edhe një herë për prezencën. Tani më lejoni që në emër të kryetarit të komunës të juftoj për një koktejl kafe apo pije në bufetin e komunës me rastin e këtij organizimi.